Është bërë shteti 38 i Kartës Rinore Evropiane, një iniciativë e bën vetë Kosova dhe Ministrisë së Kulturës, që synon fuqizimin e të rinjve përmes përfitimeve konkrete, si zbritje dhe qasje në shërbime kulturore, edukative dhe sociale në mbi 38 vende të Evropës. Në dhjetor të vitit 2023, me aplikimin e suksesshëm të Ministrisë së Kulturës, Kosova është bërë anëtare me të drejta të plota në këtë rrjet. Kjo kartë natyrisht vjen edhe si një mundësi shtesë paralelisht me punën që është bërë këto vitet e fundit, për çka e përgëzoj Departamentin e Rinisë. We offer exchange visit grants. Ne ofrojmë mundësi për vizita, shkëmbimi dhe grante. Kemi një panel europian rinor ku mbajtësit e kartës janë të ftuar të marrin vendime për YEK-an. Jeni të ftuar të aplikoni kur të dalë thirrja e radhës dhe këto mundësi janë gjithmonë të hapura për të rinj nga Kosova. Në muajin qershor do të organizohet konferenca e AIKA në Kosovë, ku do të marrin pjesë të rinj nga 40 shtete të Evropës si pjesë e Kartës Rinore Evropiane. Zbatimin e bën konsorciumi i organizatave Bonevet në bashkëpunim me Kosova Makers League dhe Kosova Ideas për një periudhë 3 vjeçare.